futbolli, unë dhe Mantha e dim se ishim prezent në një bashkëbisedim edhe me presidentin Duka. Me të madhin Duka, ku na tregoi shumë gjëra interesante në fakt për kombëtarin shqiptar të futbollit edhe për kampionatin shqiptar, ndoshta edhe për të ardhmen e shumë po themi degëve të tjera të futbollit shqiptar me ekipet e moshave, me stadiumet e tjera, por për të folur në fakt me atë se çfarë na tregoi kreu i Federatës Armand Duka, me ne është sot në studio Gjergj Xharo, gazetar sportiv. Përshëndetje. Nuk para delën për media, por ne ja arritëm, paguam një shifër të madhe për këto që do ta marrim mbrapa nesh, por ja dolëm ta bindim. Ti thoj mendimin tënd, tema e parë që u fol ishte trajneri Silvinho. Pra, shumë gazetarë kishin një njëjtën pyetje, çfarë do ndodhi dhe presidenti vetë tha që ne do të çojmë ofertën e parë për Silvinhon dhe mbetet dëshira edhe atij për të parë do të vazhdojë me grupin apo jo. E dëgjova këtë, nuk e besoj 100%, jo se nuk dua ta besoj sepse nuk ka asnjë arsye mbase të tregoj të kundërtën, por mendoj që nuk është topi në këmbët e Silvinhos. Pra, fillimisht është federata. Federata duhet bëj rezumen e saj, të shikoj minuset, pluset, gjithçka, më pas të bëj ato llogaritë e tyre sepse i kanë specialistët për çdo temë, jo vetëm sportive, dhe më pas do të shkojmë në një ofertë. Dhe pastaj ka oferta, kemi dëgjuar shpesh që kur dikush nuk do të shkojë diku, si puna ime që çon një çmim shumë të lartë, edhe nuk shkon ose ana sjelltas, bën një ofertë. Le të themi jo të pranueshme ndaj Silvinhos, ai se pranon. Pikërisht. Ti zgjedh një tjetër. Nga ajo që u lexua nga çfarë tha Duka, u lexua sikur Duka kishte në plan të jepte ofertën e parë Silvinhos, por u lexua sikur oferta e Dukës do të ishte më e ulët financiarisht se ajo që Silvinho ka aktualisht. Unë besoj që nuk kishte më shumë dëshirë se sa le të themi detyrim. Pra, është një detyrim që kur përfundon me dikë, kemi bërë këtë punë bashk, unë të kam paguar kaq, ti më ke dhënë kaq dhe kthimin pastaj do ta ashu sepse nuk mendoj unë se pavarësisht nëse do të hym më pas në çështje teknike, okay, Silvinho ka bërë shumë mirë etj, por uria vjen duke ngrënë, kështu që pra po të ishe ti, hipotetikisht tani, do i thoshe Silvinhos 1 milion euro i ke shumë, do ta ulim pagën? Do e projë si Duka? Unë besoj edhe jam për këtë jam 100% sigurt që nuk është çështje financiare. Pra dhe nëse Silvinho i thotë që unë do të qëndroj pa para dhe presidenti Duka, po federata, sepse gjithmonë flitet Duka, federata ka vendosur që të ndërpresim marrëdhënien dhe të shkojë diku tjetër, nuk besoj se është vetëm çështje financiare, sepse në fundit është kombëtarja, është një buxhet që ai është i ndar, nuk është se duhet menaxhosh, këto janë parat dhe po i dhash pak ti, do i jap Florit çik më shumë, nuk e besoj këtë gjë. Po në çështje sportive, në mendimin tënd, nuk e meriton Silvinho të qëndroj? Unë mendoj që e meriton, për ne po them. Çfarë pa futur ana financiare vetëm sportive. Ana financiare jam dakord që ndoshta 1 milion euro mund të jetë faturë shumë e kripur dhe thotë që ai ta ulim pak. Po na sportive mendoj që Silvinho ka bërë mjaftueshëm për ta merituar. Vetë presidenti shtroi që tha nga rritjet kemi 2 kualifikime të mira, vendin e parë për Europianin, vendin e dytë për botrorin. Pra, nga ana sportive jep një drejt që ka qenë mirë. Edhe Nations League-ën. Gjergj nuk çega për shndrimin e Silvinhos. Jo. Ky është diskutim sidomos në kombëtare, pastaj sepse hym gjithë bëhemi shumë tifoz, merremi me emra. Unë i besoj asaj që tha presidenti, shpesh e zbresin shumë diskutimin, e mori këtë, se mori atë, mund të ketë favorizime, por kur vjen puna, unë paktën kam ndonjë përvojë, kam punuar 3 vjet e Partizani dhe unë e di se çfarë heqin trajnerët. Ose dhe ata që kanë punuar e din, unë e di se çfarë tensioni ka një trajner kur përfundon takimin. Partizani Ballçi, jo Shqipëria me Poloninë. Dhe çfarë tensioni kanë, se çfarë vendimesh marrin, sa të vështirë kanë për të marrë vendimet, edhe më pas nëse bëhen, le të themi pishman, gjuhë popullore apo e shikojnë që nuk ju ecën, janë gjithkohë dhe mendosh në gjithë këto të fusesh dhe atë gjën, pra në një gjë kaq të madhe që ti mund të çosh botrorin, të fusesh, okay, po heq Mando po fus Florin sepse më do menaxheri. S'ka pari dhe kemi menaxherin bashkë, më duket pak e egzageruar. Më pas kam parë dhe është e vërtet që kam punuar me disa trajnerë, disa dhe të huaj, kanë disa fiksime të jashtëzakonshme, që ti nuk e beson se si një trajner ka diçka në tru dhe thonë që është shumë mirë që trajneri duhet ndryshoj, se po ndryshoj shumë pastaj e humbet. Del nga vetja. Duhet të ketë identitetin e tij. U fol për një trajner shqiptar. Një pyetje erdhi nga Sabina që pyeti për trajnerin shqiptar dhe vetë presidenti federata
tha që ka patur një ofertë zyrtare për Besnik Hasin, por që në moment fundit u tërhoq Hasi për shkuar te Anderleti. Edhe unë besoj që nivel për kombëtare nga trajnerët shqiptarë është Besnik Hasi. Pak në nivel ndërkombëtar, sepse edhe këtu kemi, mund të bëjnë shumë mirë, e ka provuar Maqedonia, kanë provuar vende tjera, po gjithmonë është ai pikë pyetja. Ndërkohë që niveli i Besnik Hasit ishte Olympiakosin e futi në fazë grupesh, me Anderletin e mori skuadrën vendin e 5, po kishin një play-off. Ka provuar edhe Ligën e Kampionëve. Ka patur një play-off, kështu doli kampion, u fut në grupe. Si statur, si CV, besoj që është një emër i respektuar sepse besoj dhe futbollistët vetë që luajnë tani e kanë parë. Patjetër, Si një ish, pra kanë një tjetër vizion për dikë që e kanë parë në stadium duke luajtur Besnik Hasi që në mbrojtësi fort tani e kanë trajner. U përfoj që është parë në Tiranë, duka tha nuk e dija që ishte në Tiranë. E besove? Që tani që të di Hasi në Tiranë, mos ta di dikush nga federata që është aty, nuk po them A e besoj Gjergj është pyetje? Besoj se edhe mund mos ta ketë takuar, por që mos ta dinte, jo. Bukur fort. Duhet. A mendon që ndikon Gjergj një trajner që është shqiptar ta ndryshoj pak atë mentalitetin e ekipit ndryshe, pasi thon ka dhe emra që thon Lorik Cana, po çka se ai akoma nuk ka një përvojë trajneri, por thon vini Lorik Canën aty se do bëjmë më mirë se një trajner tjetër. Pra, a futet elementi patriotik të kombëtarja kaq fort? Ky diskutimi i kombëtarëve mjafton të shikosh në gjithë botën, nuk thot njëri trajner, po thot përzgjedhës. Pra, teorikisht ai nuk është një trajner, sepse ata janë futbollistët elit të një vendi, të X popullsie, pra ata janë më të mirët e vendit tyre dhe kanë nevojë më pak për tu trajnuar. Ata kanë nevojë për menaxhim. Një diskutim që ndodhi me Ancelotti, me Real Madridin, që tha Beli, Reali ka futbollistët s'ka nevojë për trajner, ke zëvendësat, përgatitësi ta bëjnë ata servitin, e din ata çfarë duhet vetëm një menaxhues. Dhe unë besoj gjithmonë që edhe te kombëtarja e tillë duhet jetë. Pra ti duhet menaxhosh karakteret, ti duhet menaxhosh momentet e futbollistëve. Kujtoj këtu 2016-ën që kishim një afërsi me Debiazin, tregonte shpesh për shembull situata ka marrë Ajetin 6 muaj pas skuadër. Dhe tha, unë duhet ta ndihmoj. Nëse klubi i tij apo menaxheri nuk e gjen skuadrën, do ta ndihmojmë ne, mori, luajti dhe mazis muajsh. Okej, gjeti skuadrën, jo, për atë. Pra them, ka gjithmonë momentet e duhura, një trajner tani për shembull, po themi duhet të fokusohet pak te Yasir Hasani që në Iran është luftë dhe si ta bëjmë ta ndihmojmë. Dikë tjetër, pra e mendoj gjithmonë si menaxhues. Dhe më pas, padyshim që është dhe ana teknike, por gjithmonë e shikoj si menaxhues dhe më pas se sa menaxhues është Loriku është menaxhues më pas. Menaxhoi gjithë tifozët shqiptarë, jo ata futbollistë, por ka gjithmonë një por sepse futbollistët janë shumë teganjos. Kjo është fjalia që dhëmb. Silvinho nuk ka, do të thotë diçka që kritikohet më shpesh është që nuk ka arritur krijoj dot një modul loje. Ka arritur rezultate, por pa ditur si shkon drejt e goli. Shpesh kanë kritikuar që nuk ka një stil loje, nuk ka një ndeshje që ngjan me tjetrën, nuk ka një mënyrë se shtohet goli te kombëtarja. A na mungon ne më shumë identiteti i të bërit gol apo të qenë një ekip i mbledhur, po them, apo një trajner që thjesht fitoj? Por ne jemi gjithmonë siç e shikoj unë, opinionim. Ne jemi një popull që përshtatemi shumë. Te kemi treguar në çdo aspekt jo sportiv që pas 90-s jemi shumë të etur për të mësuar. Dhe këtë uri që kemi në gjitha këto e kemi edhe në tifozëri. Unë shpesh me shokët, me miqt kur flasim, i them, "Ore, pritore se 2 milion jemi. Kush do bëj podcast, kush do bëj gazetarin, kush do bëj futbollistin, kush do bëj mjekun, kush do bëj..." Pra, edhe numrin e kemi të limituar dhe nuk kemi mundësitë e Gjermanisë apo një vendi 20 milion banorësh që ti të krijosh një brez dhe të krijosh dhe identitet, sepse ti nuk ke 3 mesfushor të njëjtë si Aslani dhe do zgjedhësh Aslanin e parë dhe nëpërmjet lojës së tij do ta ndërtoj dhe këtë, apo të bëjmë një skuadër sulmuese. Ne jemi një vend që kemi futbollistë cilësor, fati ynë i mirë që jemi popull që kemi lëvizur shumë dhe janë në vende të mira në Europë luajnë dhe jam i sigurt që janë futbollistë, por më duket pak shumë e vështirë ti të krijosh një identitet dhe ta mbash.